3 persona kanë krijuar një skem për të mashtruar shtetin, duke bërë shitje fiktive në favor të kompanisë 5D. Këtë e ka zbuluar Prokuroria e Tiranës, çka ka shërbyer si arsye për të lëshuar 3 masa arresti. Në pranga përfundoi Ilir Allmeta, ndërsa për Ermir Gjoklajn e Miraç Lulën, organi akuzës kërkoi masën detyrim paraqitje. Sipas prokurorisë së kryeqytetit, ata kanë përfituar në mënyrë të padrejtë 108 milion lek. Dyshimet janë se të 3 personat janë përfshirë në krijimin e skemave mashtruese, lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar, fshehjen e të ardhurave dhe falsifikimin e dokumenteve. Skema 5D është e njëjta ajo për të cilën janë dënuar disa ish zyrtarë të Bashkisë së Tiranës, ndërsa vazhdon gjykimi për 3 ish drejtorët, Taulan Tusha, Mariglen Qato dhe Redi Molla. Subjekte tregtare Allmeta 02, TT dhe Valbona Alb kanë kryer shitje të dyshuara fiktive në favor të subjektit 5D Konstruksion, me një vlerë totale prej 370 milion lekësh, duke gjeneruar një TVSH dhe tatim fitimi të përllogaritur në shumën prej 108 milion lek. Ky subjekt dyshohet se ka rritur në mënyrë fiktive shpenzimet për punët publike të tenderuara nga Bashkia Tiranë. Vlera 370 milion lek është krijuar përmes shitjeve në mënyrë fiktive, duke fryrë fatura tatimore apo duke rritur artificialisht volumin e kostove të punimeve, të cilat janë kryer përmes tenderave që kompania 5D ka marrë, thot prokuroria.